Gruaja bëhet mangthi bizneseve të Tiranës, rekrutohet në exchange si punonjëse dhe vjedh 5.000 euro që në ditën e parë. Kumri Zika, një hajdute seriale, është kthyer në mangthin e bizneseve të Tiranës muajt e fundit. Mësohet se rasti më i freskët është ai një biznesi të transfertave të parave dhe këmbimit valutor në zonën e quajtur si Voribomit. Zika ka zgjedhur vjedhjen ordinere duke hyrë fshehurazi apo diçka e ngjashme, por është paraqitur si e interesuar për punë. Biznesi ka vendosur ta rekrutojë duke parë edhe nevojën për një punonjëse, duke i dhënë mundësinë Zikës që të zbatojë planin e saj. Gjatë ditës së parë të punës, ajo ka qenë gjatë gjithkohës e shoqëruar nga punonjësi tjetër, por vetëm në një moment, prej pak sekonda shkëputje të tij, siç duket edhe në videon që qarkullon në rrjetet sociale, ajo ka përfituar për të marrë afro 5.000 euro në arkën e biznesit dhe për të humbur në rrugicat e lagjes me shpejtësi. Me njërë pas ngjarjes, biznesi i dëmtuar ka njoftuar policinë, e cila ka aksesuar kamerat e sigurisë dhe ka identifikuar me njërë autoren, Kumri Zika. Disa orë më pas, ajo është arrestuar në zonën e 21 dhjetorit dhe pritet të dalë para gjykatës për akuzën e vjedhjes. Mësohet se kjo nuk është hera e parë që Zika ndjek këtë mënyrë vjedhje, teksa të njëjtin plan e ka ekzekutuar edhe në 3 apo 4 raste të tjera, por me shuma më të vogla parash. Ajo që e bën edhe më spektakolare këtë vjedhje është se mjafton një kërkim në Google me emrin e saj dhe shikon që Zika ka qenë e ftuar në disa televizione duke dhënë opinione për çështje të ndryshme.